Ka libra që rrëfejnë një histori, por ka edhe libra që përpiqen ta mbajnë gjallë një kujtesë. Në përflakët e Kosovës, nga autori Driton Morina, na çon drejt një periudhe të dhimbshme dhe vendimtare të historisë tonë, duke sjellë në vëmendje përjetimet, sakrificat dhe gjurmët që kanë lënë vitet e luftës në kujtesën kolektive. Sot, kur shumë prej atyre ngjarjeve tashmë i njohim përmes dokumenteve, dëshmive dhe rrëfimeve të mbijetuarve, letërsia dhe shkrimi mbeten një tjetër mënyrë për ta ruajtur atë që nuk duhet harruar kurrë. Dhe pikërisht për këtë dimension të librit, për mënyrën si është ndërtuar rrëfimi dhe çfarë dëshiron të përcjellë lexuesit, do të flasim sot me autorin e këtij libri, Driton Morina. Driton, kënaqësi të kemi në programin e mëngjesit, mirë se erdhe. Faleminderit, kënaqësia është e ime. Faleminderit për ftesën e mëngjesit. E thash edhe gjatë prezantimit, Në përflakët e Kosovës është një libër i cili në kopertinën e tij thot sipas rrëfimeve të nënës Gjyl, që është nëna juaj, edhe që janë të dokumentuara në farë me rrëfimet e saj autentike apo jo? Definitivisht. Po, domethënë, kjo është libër i shkruar i bazuar me një ngjarje të vërtetë, pra unë me origjinë vi nga Drenasi, një fshat është Çkatove vjetër atje. Atje ka ndodhur domethënë një masakër gjatë luftës së fundit në Kosovë, pikërisht me 17 prill të vitit 99, dhe nëna ime është dëshmitare e gjithë atyre makabrave, aty rasteve, ngjarjeve makabre që kanë ndodhur, dhe mbi dëshmitë e saj, mbi mënyrën se si ai ka përjetuar ato rrëfime, domethënë jo vetëm të asaj ngjarje, por pothuajse të gjithë jetës së saj, kam ndërtuar një libër të cilin e kam pasur ëndër ta bëj para 20 vitesh, por ja që mundësitë kanë qenë domethënë të ndryshme atëherë. Rrethanat e jetës ishin ato që na mundsuan pasi që dolëm në perëndim që të kemi një stabilitet më të mirë edhe ekonomik, por edhe një qasje më të mirë akademike ndoshta. Dhe tani ky libër domethënë është në duart tuaj dhe në duart të autorëve, është fresh, pra vetëm sa ka dalë, është i freskët. Nuk është promovuar akoma s'është promovuar në Kosovë. Në Gjermani po në 2-3 vende, por në Kosovë akoma jo. E thatë në Gjermani sepse libri vjen i botuar në 3 gjuhë, në gjermanisht, në anglisht dhe në gjuhën shqipe që është origjinali. Pse e ke zgjedhur pikërisht këtë titull edhe çfarë përfaqëson flaka në këtë rrëfim, në përflakët e Kosovës? Në përflakët e Kosovës, natyrisht, sikur që tham, Kosova, domethënë në pjesën e fundit të historisë ka kaluar në periudhë të vështirë, domethënë të luftës së fundit gjatë viteve 98-99, ku nuk ka qenë domethënë vetëm Kosova ajo që është angazhuar në këtë luftë, por pothuajse gjithë bota. Domethënë kemi zgjedhur në gjuhë të ndryshme për shkak se kontributi i madh i Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe ndërhyrja ndërkombëtare që ka ndodhur në Kosovë. Prandaj kam pasur për qëllim dhe kam dashur që bota të di akoma më shumë për Kosovën, sepse tashmë kanë kaluar shumë vite dhe paksa Kosova është stabilizuar mjaft, shqyr zotit, por në të njëjtën kohë në arenën ndërkombëtare pak është lënë anash kuptimin dhe se njerëzit kanë harruar ajo çfarë ka ndodhur. Dhe kështu nëpërmjet kujtimeve dhe rrëfimeve të nënës Gjyl, pra nëna Gjylferia imja, e cila mban një emër të asaj që në anglisht e kam përkthyer si Mother Rosie, për shkak se Gjylferi është një emër i vjetër shqip që është një simbol për trëndafilin. Dhe trëndafilit në anglisht i thuhet Rose, pikërisht dhe jam munduar që ta përkthej pra në mënyrë bukfale nëse kështu i takon, Rosie ose Rosalie, sepse ky është një emër ndërkombëtarisht i asaj çfarë ne në shqip e quajmë Gjylferi ose trëndafili, sepse është simboli i trëndafilit. Prandaj domethënë 3 gjuhë për shkak që bota të di më shumë, por anglishtja sot nuk është vetëm një gjuhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është një gjuhë ndërkombëtare që e lexon në gjithë bota nëpërmjet Amazon, Bookshelf dhe vendeve tjera, po më në platforma tjera që janë digjitale. E tërë bota ka qasje ta lexoj librin rreth flakëve të Kosovës. Çka po më bën përshtypje në kopertinat e librave nuk është asnjëra e njëjtë me tjetrën. Pse? Dizajnet kanë qenë domethënë jo nga ana ime, nuk janë zgjedhur nga ana ime. Realisht unë kam bashkëpunuar domethënë me stafet editoriale të ndryshme. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domethënë është Newman Springs Publishing, një shtëpi botuese në Pensilvani, dhe ata kanë parë të udhës në bashkëpunim me mua kanë parë të udhës që në atë pjesë të botës domethënë të kujtohet pak a shumë ndërhyrjet e NATO-s në Kosovë, Newborni që është lindja një shteti të ri në Evropë dhe madje flamuri i Kosovës, por edhe dëmet e luftës që janë shkaktuar, që në një farë forme pra kopertina përfaqëson përmbajtjen e librit. Edhe në gjermanisht pothuajse është pak a shumë e njëjta në formë filmi. Në fakt kam dashur dhe kam pasur shumë dëshirë që dizajnin në gjermanisht ta bëj edhe në shqip, por për shkak të drejta autoriale nuk është më lejuar, nuk më është miratuar nga ana editorialet atje, dhe pastaj kemi zgjedhur një pamje pak a shumë që përfaqëson botën shqiptare, ose botë kuptimin shqiptar nëpërmjet ngjyrës së kuqe dhe të zezë
që është simboli kombëtar i ynë. Sigurisht kur shkruhet për luftën e Kosovës gjithmonë ekziston rreziku që dhimbjet mbetet vetëm statistik, numra, data edhe ngjarje. Çka keni dashur që lexuesit të ndjej përtej fakteve që ju i keni sjell të dokumentuara? Në fakt libri nuk sjell shumë fakte dhe nuk sjell domosdoshmë statistika. Natyrisht ju keni absolutisht të drejtë kur thoni se kur flasim për luftrat flitet për figura të ndryshme, qëndrime të ndryshme politike, për betejë të ndryshme të ngjashme. Ato përmenden sipërfaqësisht, pra përmendet edhe rënja heroike e komandantit Femil Ladrovci, rënja heroike e komandantit legjendar Adem Jashari, i cili ka qenë njëjtë gjenerat, pra i ka takuar njëjtë gjenerat të nënësimit të vitit 1955, por megjithatë nuk flitet për datat dhe statistikat, por flitet për përjetimet. Çfarë do të thotë për një familje, çfarë do të thotë për një njeri, si e përjeton një njeri, domethënë këto ngjarje kaq makabre të cilat kanë ndodhur dhe cilat janë domethënë ato përjetime, cilat janë ato emocione, cilat janë ato vujtje që njerëzit i kanë përjetuar. Pra nuk flasim vetëm për flakët, vetëm për vendet, vetëm për objektet, por flasim kush kaloi nëpër ato flakë. Si ecnin njerëzit këmbë zbathur nëpër flakët të luftës dhe qëndronin me një rezistencë aq të madhe, saqë për një popull të vogël sikurse vendi ynë ishte vërtet jashtëzakonisht interesante për gjithë botën, ta shohë se një popull kaq i vogël është kaq shumë rezistent, dhe edhe pse duar thati pa mbrojtur, pra kishte të bënte me një agresor të fuqishëm, me një agresor mirë të armatosur, por megjithatë populli i Kosovës ishte një popull rezistues dhe sa dhe kësaj dite po e gëzon fitoren për shkak se pikërisht ka treguar një rezistencë jashtëzakonisht të madhe. Prandaj këtu flitet domethënë për një kujtesë, këtu flitet për vuajtjet, sepse sikur që thash, me rastin pra libri flet në 5 kapituj të ndryshëm është i ndarë dhe nuk flet drejt për luftën. Ai fillon me jetën në nënësime si vajzë dhe tregon domethënë vuajtjet, përjetimet e një vajze në sistemin të Jugosllavisë në atë kohë, kur vajza edhe nga sistemi shtetëror, por edhe nga sistemi traditës, konsiderohej pra si femër konsiderohej e dorës së dytë. Nuk e kishte mbështetjen që vajza shqiptare dhe kosovare ka sot. Dhe nëna ime tregon me lakmi se po ta kishte këtë luks që e kanë vajzat sot, ajo do të mrinte ku e di se çfarë në karrierën e saj, sepse kishte dëshirë të shkollohej, kishte dëshirë që të arrinte të shërbente popullit dhe komunitetit, por në atë kohë për një femër shqiptare ishte pothuajse pamundur, sepse edhe sistemi e shtypte në njërin anë në shkollë që konsiderohej dorës së dytë dhe nuk ishte mjetet të duhura shkollore për të vazhduar për të vijuar mësimin, por edhe tradita në anën tjetër e konsideronte se ajo është femër dhe se një ditë do të martohej dhe do të shkonte në një shtëpi tjetër dhe nuk pritej ndonjë diçka e madhe nga ajo. Prandaj domthon këtu fillon, fillimisht është prologu, ajo pasqyra e përgjithshme, ku është Kosova, ku gjendet, si kanë zënë fillet e para të jetës, domethënë pjesa historike, kryesisht mbështetur në burimet ndërkombëtare, sepse libri sikur që thamë është në 2 gjuhë të huaja, dhe nga njëherë burimet ndërkombëtare i japin domethënë një rëndësi më të madhe dhe një besueshmëri më të madhe librit në qarqe ndërkombëtare se sa ajo vendore, dhe kjo ka qenë qëllimi pse në përdor ato burime. Pastaj flitet për jetën e nënësime në femiri, pastaj martesat, koha e gëzimeve, koha e bujshme e ditëve të mira, e pastaj domethënë kriza e Jugosllavisë, respektivisht vranësirat dhe tensionet politike deri te lufta e fundit Kosovë dhe përjetimet. Pra nëna ime ka përjetuar vrasjen e babait tim, burrit të saj, para syve të saj dhe fëmijëve të saj, dhe me pastaj jo vetëm kaq, por ka përjetuar dhe zhvendosjen, zhvarrosjen, marrjen në kufoma me vete, të cilat janë dërguar në rudnicë të Serbisë për pothuajse 15 ose 16 vite me radhë. Pra nga viti 1999 me 17 prill 99 kur ka ndodhur masakra e Çkatovës, në të cilin janë vrarë 27 persona dhe ekzekutuar nga afër, pra në ajo që ka nifet në Kulblad, pra me gjaktosi, edhe pse kanë qenë të gjithë civil, 3 prej tyre kanë qenë mysafirë të strehuar nga pjesë tjera fshatra tjerë që kanë qenë të dajtë të tyre, dhe të gjithë fëqinjet, kushërit, babai im dhe të tjerët kanë rënë domethënë martirë në atë masakër. Nëna ka përjetuar atë dhe pastaj ata janë zhvarrosur për të fshehur, për të tentuar për të fshehur krimet e luftës. Ushtria serbe ka zhvarrosur, i ka marrë kufomat me vete dhe i kanë dërguar në rudnicë të Serbisë, ku janë gjetur më pastaj në vitin 2015 dhe është bërë rivarimi i tyre. Pra 16 vite me radhë është pritur me varre të zbrazta. Dhe kjo ka qenë një domethënë emocionalisht, ka qenë një përjetim jashtëzakonisht i rëndë për nënën time dhe qëndresa e saj, rezistenca e saj, fuqia e saj si femër për të na mbledhur dhe për të na dhënë forcë neve të gjithë anëtarëve të familjes, më ka frymëzuar dhe më ka inspiruar që ta shkruaj këtë libër dhe ta bëj pjesë të historisë ashtu që mos harrohet. Për rivarimin për cilin po flasim, më bëri përshtypje foto është marrë nga programi i mëngjesit, Dëshmit nuk zhduken, po e një nga
grafika nga ngjyrat e saj, sa ka qenë vështirë të sigurohen ndoshta gjitha materialet që t'janë dashur për librin. Marr parasysh që libri përmban edhe foto të dokumentuara të ngjarjeve të ndryshme që janë përmendur në libër. Natyrisht kjo nuk ka qenë lehtë, libri në tërësi ka zgjatur parafërsisht mbledhja për mbledhja e tij ka zgjatur parafërsisht 1 vit, dhe më pastaj 6 deri në 8 muaj të tjerë është bërë editimi dhe rieditimi i tij nga stafi profesional edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në Hamburg të Gjermanisë për 2 versionet të ndara. Pra unë kam filluar këtë në formë të interviste para 2 vitesh kur isha në pushime në Kosovë. Dëshiroja që të flisja me nënën time, por natyrisht gjendja e saj emocionale, traumat e luftës nuk lejonin që të vazhdonim një intervistë të kompletuar, por ajo është bërë në forma të ndryshme, domethënë në disa intervista, në disa pjesë intervale, për shkak që mos ta mundoj emocionalisht, kishte disa kujtime të cilat edhe unë edhe ajo i përjentonin të vështira për shkak se ktheheshin kujtesa dhe emocione të vështira për të. Dhe unë më duaj ta ndërpreja domethënë biseden, pastaj mundësitë e sotme teknologjike, incizimi me telefon, mora me vete, pastaj në Gjermani kur kisha kohë herë, kur përmallosha për vendin dhe për Kosovën, i rishkruaja ato, i ripërpunoja dhe i punoja në kompjuterin tim, derisa u kompletuaj tër libri, pothuajse 1 vit. Materialet nuk ka qenë vështirë, domethënë shumë të sigurohen për shkak se tash nëpërmjet internetit mundësitë janë, është për të theksuar se janë të dokumentuara burimet prej nga janë marrur, sepse fotografia duhet të ketë një burim, sidomos domethënë në botime ndërkombëtare shikohet shumë dhe ka të drejta autoriale, ka të drejtat e autorit dhe të drejtat e ajo që njihet si copyrights, si i themi në shqip, ndoshta drejta e bartjes, autorit. Dhe për këtë arsye ato janë dokumentuar të gjitha. E falenderoj Rytokën që ka qenë edhe atë mbështetësh edhe sot, domethënë programi i mëngjesit kur ka ndodhur më rivarrimi, dhe të janë dokumentuar të gjitha në mënyrë që të fitohet besueshmëria, por do të mos kemi probleme ligjore, domethënë libri nesër pas nesër mos ketë domethënë probleme me të drejtat autorit të gjashme, ashtu se të jetë autentik libër origjinal i shkruar. Kështu që nuk ka qenë shumë sfiduese, por megjithatë për nga aspekti i kohës ka marrur kohë, sepse është dashur të dokumentohet gjithçka dhe të dokumentohet sakt, ashtu që të mos kemi probleme autoriale. Libri tha që ka një domethënie shumë emocionale për juve, marr parasysh që është rrëfim i nënës tuaj, përjetim edhe nga ju, por është dedikim për babain tuaj. Shkruan: babushit tim të ndjer, heroi tim, fundin e të cilit nuk pata mundësi as ta shoh, as ta ndryshoj. Pikërisht, mendoj që autori i vërtet i këtij libri është ky, ndërsa autori me shkrim jam unë. Ky është babai im, është vrarë në moshën 59 vjeçare. Është vrarë nga dora gjakatare një ushtria të armatosur, të veshur, të maskuar në formën e policisë. Një shërbimi ushtarak që dikur në rininë e tij ky ka shërbyer, sepse atëherë kemi qenë pjesë e atij sistemi të kalvur. Dhe me në fund pas 40 vitesh babai im ka shërbyer në sistemin ushtarak të Jugosllavisë në moshën 19 vjeçare. Dhe pastaj në moshën 59 vjeçare, pas 40 vitesh, e njëjta ushtri vret ish ushtarin e vet, i cili ka shërbyer në fakt asaj ushtrie, por ja që kriminalet pra në Kosovë kanë bërë një dallim. Secili që është ndryshe dhe është shqiptar, qoftë edhe në vendin e vet autokton, për ta ka qenë një rrezik dhe për këtë arsye domethënë ka ndodhur gjithë ajo masakër dhe atyre njerëzve të pambrojtur e të paarmatosur. Sigurisht kur punoni në një temë kaq të rëndë, lind edhe një dilemë ndoshta njerëzore më shumë, çka të përfshishë dhe çka jo në libër, tregove që ka pas ndoshta edhe rrëfime të tjera të cilat për shkak të gjendjes emocionale nuk kanë arritur të kompletohen ose të shkruhen. Sa ka qenë për ty sfiduese kjo, ta përzgjedhësh atë se çfarë do të përfshish në libër përmes këtyre kapitujve që i ke sjellë në këtë vëllim, edhe a do të ketë vazhdimsi të saj apo diçka të ngjashme nga ju në të ardhmen? Faleminderit për pyetje, mendoj kjo ka qenë sfiduese në fakt. Ajo çka është më rëndësi të theksohet është se unë nuk kam dashur që libri të dalë ose të marrë vetëm formën një dizajni ose një libri të këndshëm për të lexuar. Por parimi mbi cilin jam nisur është që në këtë libër çdo shkron, çdo rresht dhe çdo gjë që është dokumentuar është mbështetur mbi fakte dhe mbi përjetime të vërteta. Pra për këtë arsye edhe në anglisht, edhe në gjermanisht, po edhe në shqip shkruan based on a true story, pra mbështetur mbi një ngjarje të vërtetë. Gjithçka çfarë thuhet në këtë libër është mbështetur mbi përjetime të vërteta që nëna ime i ka përjetuar, sikur që e potencuat pjesë të luftës kanë përjetuar edhe vet. Nganjëherë nëna komunikon me mua dhe përmendet që ose ceket në libër që po i drejtohet autorit, sidomos në rastin domethënë kur ka qenë një prej pjesëve të betejave
kur ka rënë komandanti Femilla Adrovci, në atë kohë kemi ikur si popullat dhe unë jem zhvendosur nga pjesë e fshatët një pjesë tjetër të rajoneve të Kosovës në rajonet e Voshtrërisë dhe ka munguar 2 ditë nga familja pa e ditur se çfarë ka ndodhur. Dhe pastaj familja ka menduar se sikur shumë të tjerë që janë vrarë, ndoshta kanë pasur edhe të njëjtin fat, dhe kur jam kthyer pas 2 ditësh, pastaj nëna komunikon domethënë libër se ndodhi edhe kjo befasia e këndshme që ti erdhe prapë, u ktheve pas 2 ditësh që ishim i shkutur dhe s'dinim për njëri tjetrin, askush para s'kë s'dinte se çfarë ka ndodhur, sepse ishte ngjarje e flakëve, ngjarje lufte e të tjera. Prandaj domethënë ndonjë seri të librit nuk kam plan të bëj, mendoj që ka edhe 2 ose 3 familje tjera. Unë kam punuar një kohë në Kosovë dhe kam punuar në teren, pra kam punuar pak me organizata të ndryshme humanitare dhe atu kam fituar përshtypjen se sa njerëz të vuajtur ka. Ky libër nuk është vetëm zëri nënës sime, por është zëri i shumë mira nënave të tjera në Kosovë, që ndoshta zëri i tyre ka mbetur në errësirë, ka mbetur janë shkaluar. Nëna përmend dhe unë si autor përmend cek në libër se ka dhe shumë gra të tjera që kanë përjetuar ndoshta dhe shumë më shumë dhe nuk kanë pasur rastin që të shfaqin dhe të përshfaqin dhe të tregojnë për ato çfarë kanë përjetuar. Prandaj domethënë ky është një zëj i vërtetës për të gjitha nënat e vuajtura të Kosovës, për të gjitha ato gra të fuqishme, të cilat u bën mbrojtëse të komunitetit, vendit dhe kombit në përgjithësi, atëherë kur burrat ishin domethënë në vijat e frontit, gratë ishin ato që kujdesin për gjithçka. Prandaj mendoj se do të ketë seri të tjera, ndoshta me familje të tjera, sepse në rajonin ton të Drënicës dhe shumë rajone të tjera të Kosovës, mendoj që ka shumë raste të tjera që duhet dokumentuar dhe duhet bërë pjesë të historisë së shkruar, ashtu që mos harrohen dhe mos mbeten vetëm gojdhëna dhe tregimet e individëve të caktuar. Drejton, shpesh themi që historia që harrohet përsëritet dhe duhet me kujtu të kaluamën që ajo mos me u përsërit. Po në praktik sa mendon që po e bëjmë këtë? A mendon që shoqëria jonë po e ruan siç duhet kujtesën për luftën në Kosovë? Unë ka kohë të gjatë që ndoshta u bën 1 dekadë, 9 vite, 10 vite që prej kur kam dalur nga Kosova dhe jetoj në Perëndim, prandaj nuk mund të them me saktësi se sa është punuar në këtë drejtim, mendoj që asnjëherë nuk është mjaft. Përderisa në Gjermani akoma njerëzit gjejnë forcë dhe gjejnë fakte të reja të shkruajnë për luftën e dytë botërore që ka 70 vite që ka kaluar. Lufta jonë heroike ka 25-26 vite, 27 vite, prandaj unë mendoj që nuk është bërë akoma dhe duhet akoma me shumë të punohet në këtë drejtim. Natyrisht që kemi mjaft muze, natyrisht që kemi mjaft shkrime, artikuj në media të ndryshme, por nuk kemi histori të dokumentuara dhe shkruar. Me bëri përshtypje shumë gjatë një promovimi online që kisha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në pjesën shqip të librit, një prej bashkëdhetarëve tanë atje që ishte nga Shqipëria në fakt, me thoshte se a ka mundësi që një libër i këtij të bëhet pjesë e sistemit arsimor të vendit tonë, sepse historia më e fuqishme në botë është historia e përjetuar. Kjo historia e shkruar në rrjeshta, por historia e treguar nga individet, nga dëshmitarët okular, të cilët kanë qenë të parët që kanë parë ngjarjet. Dhe unë thash se nuk mund të premtoj, kam dëshirë të flas me autoritetet, kam dëshirë të flas me njerëzit përgjegjës në këtë drejtim. Dhe jo vetëm ky libër, por edhe shumë tekste të tjera të mira që janë në Kosovë, të përzgjidhen pjesë nga ato tekste dhe të bëhen lektyra ose pjesë të karikules shkollore, sepse unë vetë punoj në arse, jam mësues në Gjermani dhe edhe me komunitetin tonë shqiptar, pra si pjesë e mësimit plotësuesit gjuhës shqipe atje, kam parë një diçka, kam vrejtur nga puna me nxënës dhe me të rinë në përgjithësi. Shumë shpejt, për një kohë shumë të shkurtër, krijohet një distancë në mes të gjeneratave. Ndoshta për mua dhe për ty kjo është një ngjarje që e dim, por për fëmijët e mi, kjo është një diçka që është absurde, një diçka që ata mund ta imagjinojnë, por as nuk e kanë përjetuar, as nuk e kanë idenë se çfarë kanë ngjarë. Prandaj kur unë bashkë me vajzat e mia shkoj dhe vizitoj varrin e babait tim, dhe të regoj se ky ka qenë babai im. Si do ta përjetonit ju, sikur unë të isha në vend të tij. Këtu pastaj e shef se si janë reagimet njerëzore dhe këtu e shef se cila është ajo lidhja, ajo ura që ndërtohet pranë brezave. Pra qëllimi i këtij libri është në njëjtën kohë që të jetë edhe një lloj komunikimi, një urë komunikuese në mes të brezave, sepse gjeneratat po rriten shumë shpejt ku apo kalon dhe gjërat natyrisht se harrohen. Mesazhe shumë të mira këto drejton. Unë falenderoj shumë për kohën dhe për librat që i ke sjell, janë shumë të rëndësishme, sidomos për kujtesën kolektive që të mos harrohet ajo çfarë është përjetuar në luftën e Kosovës. Faleminderit shumë për kohën edhe që na ndove me shikuesit e programit në mëngjesit gjitha detajat që përmban ky libër. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi edhe për ne. Do të kalojmë linjën tek studio tjetër e RTK-s për të vazhduar me edicionin e lajmeve të orës 9.